Strategjia për të kthyer sallat e gjyqeve në studio televizive po kthehet në modën më të re të politikanëve që përballen me akuza të rënda nga SPAK. Këtë të shtunë, ish-presidenti Ilir Meta ka ndjekur hapat e kryebashkiakut Erion Veliaj, duke kërkuar zyrtarisht që procesi i tij në GKKO, që nis këtë të hënë më 27 prill, të transmetohet me regji qendrore dhe sinjal live për të gjitha mediat. Në funksion të informimit publik, të gjithë gazetarëve dhe mediave të interesuara duhet ju garantohet sinjali i transmetimit live. Transparenca përpara qytetarëve shqiptar dhe llogaridhënia është detyrim për çdo institucion dhe çdo funksionar publik, thot Meta në kërkesën e bërë ndaj GKKO-s. Kjo kërkesë, e paketuar me termin transparencë, fshej të njëjtin tentativë për manipulim të opinionit publik që pam pak ditë më parë me kryebashkiakun e Tiranës, ndërsa Veliaj përdor gjykatën administrative si platformë sulmi ndaj prokurorëve për të zhvendosur vëmendjen nga zvarritja 8 mujore e dosjes së tij penale, Meta po kërkon të kthejë procesin për korrupsion dhe pastrim parash me një tribunë politike. Përdorimi i transparencës, si mburoi, vërteton se të dy personazhet, ndonse në pole të ndryshme politike, ndajnë të njëjtin hall, frikën nga ballafaqimi me provat e dosjes. Duke kërkuar kamera në sallë, ata synojnë të prodhojnë zhurmë mediatike dhe të delegjitimojnë institucionet e drejtësisë, duke zhvendosur betejën nga argumentet ligjore te retorika e persekutimit politik. Ky standard i ri që po tenton të imponojë politika tregon qartë se as Meta dhe as Veliaj nuk kërkojnë drejtësi, por një podium për të bërë teatrin e radhës. Kërkesa e tyre për transmetim live është asgjë më pak se një përpjekje për të mbizotruar mbi procedurën penale përmes propagandës, duke shpresuar se zhurma e ekranit do të mbys faktet që ndodhen në dosjet e SPAK.